të janshëm, sepse jam natyrisht në LDK, unë pres që të ketë favorizim në këtë rast aty kur LDK-ja është në garë me lëvizjen vetëvendosje, ta favorizoj LDK-n. Sepse kur lëvizja vetëvendosje shfaq publikisht, e dëshmon publikisht që për 8 muaj ka zvarrit një proces duke qenë e mirë njoftuar që nuk i ka numrat për themelu një qeveri, do duhet ishte sinjali qartë edhe për nivelin komunal, për votuesit në nivelin komunal, që të favorizonin parti tjera, në këtë rast LDK-n, kur është balë për balë me lëvizjen vetëvendosje. Por besoj që kjo do të reflektoj kështu njësoj edhe në zgjedhjet nacionale në qoftë se ndodhin në fund të këtij viti. Pra qytetarët e Kosovës ta kenë të qartë që vetëvendosja janë krye me zotin Kurti, ka zvarritur gjithë këtë proces duke thënë që i ka votat dhe do duhet bëni një pyetje pse zvarrit gjithë këtë proces, pra në favor të kujt shkon e gjithë kjo zvarritje. Definitivisht jo në favor të qytetarëve të Kosovës, jo në favor të Republikës Kosovës. Pra besoj, shpresoj dhe pres që kjo të reflektoj pozitivisht në këtë rast për LDK-n e negativisht për lëvizjen vetëvendosje. Kështu do shpresoja që qytetarët e Kosovës e bëjnë vlerësimin. Që një temë mirë, Vjosa Osmani. Po thëtë që do të kërkojnë nga partitë që të bëjnë kompromis me votu buxhetin edhe me votu pakon e rritje, se jo ndopore që bëja po na lut, aman merreni, edhe na nuk po i marrim se nuk po di me konstituu kuvendin. A është diçka që ja vlen me shqyrtu në interes shtetit edhe të kombit me sakrifiku e mi marrë do 10 miliona? Jo, a ja vlen, gjithsesi që ja vlen, pra gjithmonë ja vlen, sidomos kur përfitojmë si shtet, e kam fjallën në rrafshin financiar. Problemet pastaj lindin kushtetuese, ligjore, rregulluse. Pra, sepse thashtë dhe njëherë nga mediat e kuptova që përmbledhin nënshkrimet për të kalu buxhetin. Pra, ke disa probleme lartë, dhe besoj të i një shumë mirë, po flasim edhe për qytetarët që na shikojnë. Pra, e para ke një konflikt interesi që është dhe problem kushtetues, ku zoti Kurti, kryeministër në detyrë, do të propozoj një buxhet dhe do të ulet në bankën e deputetit, do të votoj po të njëjtin buxhet. Pra propozon e aprovon po i njëjti njeri, probleme kushtetuese nga fillimi deri në fund. E para. E dyta, po ashtu problem kushtetues, zoti Kurti është kryeministër në detyrë i zgjedhur nga legislatura e kaluar. Dhe si është e mundur, ose është e pa mundur, besoj unë në rrafshin kushtetues, që kryeministri i legislaturës së kaluar i propozon legislaturës së re një ligj në këtë rast ligjin për buxhetin. Pra dhe kjo sfidë kushtetuese që unë nuk e di si te i kalohet kjo. Dhe fare në fund kjo dhe problemin e rregullorës së kuvendit, ku e cila insiston shumë e qartë, e zeznë të bardhë, që edhe nëse votohet me 80 vota për me njanuar pra gjitha ato proceset, për shkurtuar proceset, do duhet kalonte minimalisht në 4 komisione. Ne ende nuk kemi themeluar asnjë komision parlamentar. Pra, cilat komisione do e vlerësojnë atë buxhet para se ta dërgojnë në kuvend për ta votuar për apo kundër. Pra, kemi probleme kushtetuese, ligjore e regulative sa i përket kësaj çështje. Edhe logjistike, po më kujtohet Armen Muja, të kujtohet ajo kur thoshte në 12:57 më mbledh komisionin, në 12:58 në miratu, More, kanë kriju precedent, okej, hajde le ta përcjellin në procedurën e njëjtë, po tash e kanë edhe këtë problem që nuk i kanë as ato komisionet parlamentare për ta bërë këtë. Pra, kemi problem